Krijimi i kooperativave të para bujqësore është një mundësi që fermerët të gjejnë tregje dhe të rrisin prodhimin. Në gjithë vendin janë krijuar 9 kooperativa, kryesisht në kultivimin e perimeve, bimëve mjekësore, frutikulturës dhe ullishte. Sipas Tatjana Dishnicës, drejtoreshe shërbimit këshillimor të informacionit në Ministrinë e Bujqësisë, tregon zonat ku janë ngritur këto kooperativa. Këto 9 janë regjistruar kryesisht në rajonet e Fierit, të Shkodrës dhe të Tiranës. Me 10 të tjera janë tashmë duke bërë dokumentacionin për të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Kooperativat janë çelësi dhe i zhvillimit të zonave rurale, pasi ato jo vetëm adresojnë probleme të përbashkëta, jo vetëm bëjnë në thonjza studimin e tregut dhe eliminojnë dhe mjaft fenomene negative të dëmtimit të prodhimit, por njëkohësisht ato direkt dhe indirekt ndikojnë në mënyrë shumë të ndjeshme në zhvillimin e zonave rurale. Kooperativat mund të përfitojnë edhe subvencione nga Ministria e Bujqësisë. Shoqëritë e Bashkimit Bujqësor kanë avantazhe, pasi do të përfitojnë nga skemat e financimeve të Bashkimit Evropian. Ato do të zhvillojnë zonat rurale dhe do të garantojnë gjetjen e tregjeve për produktet e fermerëve.